Në seancën e 15 të Këshillit Komunal të Tetovës janë regjistruar tensione gjatë shqyrtimit të rendit të ditës, ku fokusi ishte te propozimi i emrave të rrugëve në qytet. Kush është kundër? Të përmbajtur. Propozimi i paraqitur nga BDI-a për emrimin e rrugëve u fut në rend të ditës me 22 vota për, 2 vota kundër dhe 1 të përmbajtur, pra votuan së bashku dhe këshilltarët e Vlenit edhe të AKI-s, por kundër ishin 2 këshilltarët e Zjadin Selës. Megjithatë, këshilltarët e BDI-s kërkuan gjithashtu që kjo pikë të futet si pikë e parë e rendit të ditës, çka u kundërshtua nga kryetari i Këshillit dhe këshilltarët e shumicës. Këshilltarët e BDI-s e lëshuan seancën e Këshillit në shenjë revolte, duke akuzuar shumicën se janë të interesuar për çështje korruptive dhe jo për emrat e rrugëve. Koordinatori Berat Murati tha se qëllimi i tyre nuk është që Këshilli të shkojë në zgjedhje. Ne lëshuam seancën e Këshillit sot për arsye se prej në mëngjes, prej ora 10 kemi kërkuar që pika e parë e rendit të ditës të jetë pika jonë që kemi propozuar për emrimin dhe riemrimin e rrugëve. Kemi pasur një debat të ashpër. Ata të Vlenit nuk pranuan që pika jonë të jetë e para e rendit ditës. Tentuam pa disa pauza, tentuam disa herë që të futet si pikë e parë e rendit ditës, mirë po ata nuk pranuan. Dhe në koordinimin e fundit, prap ata nuk lëshuan pe që të futet dhe ne si këshilltar vendosëm që të largohemi për arsye se derisa ata nuk e kanë të rëndësishme emërtimin e rrugëve në Tetovë, që është një çështje më e rëndësishme për ne, për shqiptarët, ata vendosin prap të shiten, ta shesën parkingun, të shesën vende tjera, interesin e kanë lekun, nuk e kanë çështjen kombëtare. Dhe prandaj ne vendosëm që të largohemi nga seanca sot. Nën kryetari i komunës së Tetovës, Albi Qamili, tha se kjo kërkesë e BDI-s po bëhet për show mediatik dhe për pikë politike. Ai u zëtua se çështja e emrave të rrugëve do të zgjidhet shumë shpejt nga komisioni formuar për këtë problematik, sipas të cilit po punon me një intensitet të lartë. Kjo pra e dëshmon qartë se gjitha përpjekjet e BDI-s janë për një teatr mediatik, për show, për propagandë false. Kërkesa e tyre e parë ishte që ne të futim në rend ditë vendimin për ndryshimin e emrave të rrugëve në Tetovë. Ne pranuam atë iniciativë dhe në bazë të procedurës rregulloreve për punën e Këshillit Komunal, zakonisht pikat shtesë që propozohen në rendin e ditës të seancës Këshillit Komunal shtohen në fund, dhe kur e pa se ne pranuam këtë kërkesë dhe jemi të gatshëm për debat, ata nxorën një kërkesë tjetër që me do e mos pikat jetë e para në rendite, një kërkesë shumë absurde, sipas rregullorës ne shtuam atë pikë dhe vazhdon ajo pikë tjetër në rendin ditës. Pika është në fund, ata lëshon sallën, ne presim dhe bëjmë thirrje këshilltarëve të BDI-s që të vinë tek pika ku do të diskutohet për atë vendim. Ne jemi të gatshëm të bëjmë debat, jemi të gatshëm edhe ta votojmë, por duhet marrë parasysh se me votimin e asaj pikës, pikës së pari nuk do të ketë ndonjë efekt juridik, sepse ne dimë se me do e mos duhet një pëlqim nga qeveria, dhe së dyti votimi i atij vendimit mund ta çojë Këshillin e Komunës së Tetovës në zgjedhjet parakoshme. Këshilltarët e Zjadin Selës tha se ka një marrëveshje mes Vlen dhe BDI-s për ta çuar Këshillin Komunal të Tetovës në zgjedhje, dhe me këtë gjë rrezikohet pozicioni i tyre, pasi që herën e fundit mandatin e morën në koalicionin parazgjedhor me BDI-n dhe shumë partitë e tjera në AKI. Kjo amuni që ka jeti të e bonë, më pa tjetër e kam të devastuar. Qërë po këshilltari ju? Që ata e tash të shkojmë zgjedhje, ta me ku e konfirmonë e su. E jo tash e tu. Do me thonë, kjo kërkes, e dinën dhe tia flet, kjo kërkes bëhet për ta çu zgjedhje, bashkërisht e shumë Vleni dhe BDI-a, për ta çu zërin e vërtet opozitar. Qëllimi i Vlenit dihet si është, me të kështu opozite dhe një 20 vjet të fikojnë komunën pa problem, për këtë shkak rri motiv se të hish lugave pra. Seanca vjoj me pikat e tjera të rendit të ditës, ndërkaq nesër pritet që të ketë mbledhje të komisionit për emrat e rrugëve.